Atentati ku ekzekutuan Babe Bir, Prel dhe Lek Gjoni në Dukagjin të Shkodrës mbetet ende pa autor. Policia ka zhvilluar kontrollën në disa banesa dhe ka shoqëruar persona për t'i marrë në pyetje, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e autorëve. Dëshmiat e mbijetuarit Lazar Bashi kanë ndihmuar grupin e hetimit të rindërtojë një pjesë të dinamikës së ngjarjes. Ai ka treguar se ndodhen në pjesën e pasme të Foristradës dhe pavarësisht breshërisë së plumbeve arriti të mbijetojë. Sipas të dhënave paraprake, sapo nisën të shtënat, Bashi ushtri brenda automjetit dhe u godit nga një plumb në shpatull. Ai ka qëndruar i fshehur për disa minuta deri në largimin e autorëve, ndërsa Foristrada kishte dalë nga rruga dhe ishte përmbysur në njërin anë. Pasi siguruar se autorët ishin larguar, Bashi ka dalë nga automjeti duke marrë me vete telefonin celular. Në zonë nuk kishte sinjal, ndaj, megjithëse i plagosur dhe me humbje gjaku, ai ka ecur për rreth 40 minuta, duke përshkruar afro 2 kilometra në këmbë. I plagosur ka arritur deri në një lokal pranë kryqëzimit të rrugës së Pultit, që lidhet me atë të Shoshit, dhe prej aty ka njoftuar një të afërm. Përpara se të transportohej drejt spitalit, ai ka pastruar plagën dhe gjakun pranë një çezme në afërsi të lokalit. Bashi ka deklaruar se ndodhen në Foristradë me Prelën dhe Lek Gjonin rastësisht dhe se të dy kishin humbur jetën në vend për shkak të humbjes së konsiderueshme të gjakut. Ai u dërgua fillimisht në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe më pas në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave të deritanishme, autorët kanë përdorur 2 armë zjarri dhe kanë qelluar mbi 50 herë në drejtim të Foristradës. Prel e Lek Gjoni mbeten të vrarë në vend. Babe Bir po ktheheshin drejt Shkodrës, pasi kishin qenë në banesën e vjetër në Dukagjin, ku mbanin disa koshere bletësh. Pjesë kryesore e hetimeve mbetet ajo hakmarrjes, pasi Lek Gjoni mësoi të ketë pasur një konflikt disa vite më parë.